SKAP-i është një institucion kryekëput, seksion i Partisë Socialiste. Zonjat dhe zotrinj të SPAK-ut, zgjohuni. Revolta ime dhe jona nuk është se po na ofendohet Amerika. Është se po sfidohet drejtësia. Dhe se po delegjitimohet SPAK-u dhe i gjithë sistemi i drejtësisë. SPAK-u mbetet si institucioni me më kredibilitet popullor në Shqipëri, por jo vetëm këtu. SBA dhe BE e mbështesin fort. Ishte epoka Dumani që ja lartësoi këtë emër SPAK-ut. Tani e ka drejtimin Klodian Brau, i cili ka në dorë që forca goditëse e SPAK-ut të vijojë fort mbi korrupsionin e nivelit të lartë, sikurse edhe ndaj krimit të organizuar. Ndërkohë, politika e lartë mbështet apo sulmon SPAK-un sipas interesit personal apo politik. Berisha dihet publikisht se ka sulmuar Altin Dumanin me çdo lloj fjalori. Ndërkohë ka disa ditë që kur SPAK-u kërkoi imunitetin e zvendës kryeministres Belinda Balluku, është Berisha që del si mburoi i prokurorëve që duan kokën e Ballukut. Nga ana tjetër, kryeministri e mbështeste hapur dhe pa hezitim SPAK-un. Edhe në rastet Erion Veliaj, Ilir Meta, Lefter Koka, Ilir Beqa e tjerë, ishte Rama që thoshte ndonjë fjalë kundër sa për kortezi, por në thelb i suportonte prokurorët e posaçëm. Pas kërkesës së SPAK për zvendës kryeministren, duket se kryeministri ka kritikuar fort SPAK-un duke lënë të kuptohet se ka nevojë për ndryshime në kodin penal dhe kodin e procedurës penale, sidomos në raport me masat ndaluese derisa gjykata të jap verdikt final. Sapo Rama kritikon, del Berisha si mbështetës i SPAK-ut. Sot lideri demokrat shkroi në profilin e tij në Facebook: ai si peng i lubis përsëri sulmoi sot drejtësinë e tij, e cila sipas tij nuk është as e paanshme dhe as cilësore. Me këto akuza, Rama Duro dëshmon se ai nuk pranon dhe nuk do të pranojë vendimet e prokurorëve dhe gjyqtarëve, meqë sipas tij ata nuk janë të paanshëm dhe janë ignorant, jo cilësor. Me këtë qëndrim, Rama sërish pranon fajsinë e tij, dhe ky qëndrim është një apel për çdo shqiptar të ngrihet për largimin e tij nga pushteti një ditë më parë, shkruan Berisha në Facebook. Por sapo SPAK të thelloi hetimet për 21 janarin dhe ku priten surpriza nga prokurorët për këtë rast, do të dëgjojmë prap sulme nga Berisha dhe lavdrime nga Rama. SPAK-u nuk është perëndia, por SPAK-u po guxon dhe heton nivelin e lartë të politikës dhe krimit. E megjithatë, nuk do të jetë çudi që me 83 vota që ka Rama plus 3 të PSD ta ndryshoj kodin penal dhe kodin e procedurës penale. E në heshtje Berisha të fërkoj Tuart se largon zjarin nga vetja me hetimet që janë duke vluar në SPAK pas zbardhjes së serverit të kryeministrisë për ngjarjet e 21 janarit 2011. Editoriali Koha Jon.